Isom Sofa nuk është I pranueshëm në Malishev. Personat e tij në qeveri ja larguan 300.000 persona nga Kosova për shirë vërë e tij. Nga orën e tij në qeveri, korupcioni është trashur dhe krye kanon djallë që nga sëndera. Nga orën e tij në pushtet Kosova është dërzuar Shërbis për mes negociatorëve dhe I Zotri ka premtuar Shërbis edhe dhe Etnisës. Sot në qeverisën e tij, në spitalet e Kosovës, vdesin gratë, fëmijët, vdes e të rinj. Kryqë haqë në të lëftaj shikur, ka pënduar në të të shikur, e pas është në shpat në shikur. Kryqë është shikur si demokrat, që të jetë një despot, I modelit të në Shqipëris dhe Rahman Morinës. Ky njeri që ka diskriminuar komunën e Malishevës dhe për ataj të si qytetarë të vendit të dytë, njëjtë sikur se bashkëpunëtori I tij, Ashim Thaçi, dhe mësuesit e tyre në Kosovë. Malisheva nuk e pranon ka kryeministri I cili trajton Malishevën dhe Kosovën si plagë për ta plagjitur. Kjo është kryeministri I Etnisës, kjo është shërtori I Serbisë, kjo është diktatori Isom Sofa, kjo është Etnica. Ky është kryeministri I djalit dhe I tenderave dhe jo I qytetarëve dhe zhvillimit. Ngorja e tij në pushtet Kosova është dorëzuar Serbisë përmes negociata pa të drejta, derisa ky ka premtuar fuqinë dhe servisin dhe Etnisën. Shohim në qeverisën e tij, në spitalet e Republikës Kosovës, vdesin gratë, fëmijë, plesë e trisë. Ky njeri flas se do të luftojë shikun, ka përfunduar në shtrat të shikut dhe duke I shërbyer krimeve të shikut. Ky që është shitur si demokrat, po del të jetë një despot I modelit të Ali Shukris dhe Rahman Morinës. Ky njeri e ka diskriminuar komunën e Malishevës dhe po na trajton si qytetar të vendit të dytë, njëjtë sikur bashkëpunëtori I tij Thaçi dhe mësuesit e tyre Jugoslav, që dikur e diskriminanin dhe shtypnin Malishevën. Malisheva nuk e pranon këtë kryeministër, I cili trajton Malishevën dhe Kosovën si plagë për ta plagjitur. Po është kryeministri I Etnisës, po është shërptori I Serbisë, po është Etnica, po është diktatori Isom Sofa. Isom Sofa nuk është I pranueshëm në Malishevë. Pasportët e tij në pushtet janë larguar 300.000 persona nga Kosova. Për shirë e dorë. Zakonia e tij në qeveri, korupcioni është trashur dhe ky ka dhënë neve të tij tendera. Zakonia e tij në pushtet Kosova I është dorëzuar Serbisë përmes negociatave dhe përmes Etnisës. Sot në qeverisën e tij, në spitalet e Kosovës, vdesin gratë e fëmijë, vdesin e të rinj. Po është kryeministri I Etnisës, po është shërptori I Shërbisë, po është diktatori Isom Sofa. Ky njeri e ka diskriminuar komunën e Malishevës dhe na trajton si qytetar të vendit të dytë, njëjtë sikur bashkëpunëtori I tij Thaçi dhe mësuesit e tyre Jugoslav. Po është kryeministri I Etnisës, po është shërptori I Shërbisë. Armati I Shërbisë, Armati